unë marr peshje domethënë te egër, se te egër s'pa ndot vetë, por rezervatit freskët kështu që ka një lloj shije për edhe një mënyrë për punimin, domethënë që atyre ju pëlqen turqëve vetë, domethënë janë shumë të kënaqur, sepse në aty konsumojnë gjithë, all inclusive konsumojnë vetë, konsumojnë gjithë, nuk është se kurse për sa i përket mbetur nuk ngelet, sepse ne për llogarit në bazë të numrit të turistëve që ke bëhet një farë për llogaritje dhe është diçka e vogël, domethënë plus që pastaj kemi edhe personeli që po ushqe për strukturat tona, domethënë që nëse ngelen 5 tava aty, domethënë vetë se mbas drekës që konsumojnë turistët, kalohet te menza e punëtorëve, domethënë që është po ai ushqim nuk ngelet më as për vaktin tjetër më, jo për ditën tjetër, domethënë. Janë gjëra që rezervohen brenda strukturës, domethënë brenda 4-5 orëve komplet ushqimi, nuk ngelet ushqimi, domethënë që ti ta riciklosh ditën tjetër. Ja dole me këtë paketën all inclusive? Thash ishte shumë e vështirë. Me kush ta futi në mendje? Ishte kërkesa e tur operatorëve, ishin çekt atëherë, erdhën nordikët, edhe polakët që ata janë gjigantë, domethënë janë pjesë që po bëjmë gati 12 vjet, domethënë që janë shumë stoik, domethënë në gjirin e Durrësit e pëlqejnë jashtëzakonisht shumë. Janë domethënë të jashtëzakonshëm, biles po të garantoj që Fafa më shumë njihet në Poloni se sa në Shqipëri. Mënyrën si bëjmë marketing, ata janë njerëz që më thonë Fatos, ndërto dhoma se do t'i mbushim ne. Do deri aty janë marrëdhënie me ta, kurse ata ishte kërkesa atyre, domethënë sepse paketa ishte më e thjeshtë edhe nga lindor janë, domethënë. Kur e mora përsipër herë të parë që një të merri vërtet, ose dinë se ishim mësuar ne, domethënë që mendoja që jo vetëm që nuk do fitoj asnjë lek, por do të fuzte nga xhepi. Ishte ajo fazë e parë, biles kemi bërë shumë llafe, shumë fjalë me kompaninë ndërmjetëse shqiptarëve, që ishin ata që do iknin, u thoshte në asnjë mënyrë nuk do hanë më, deri aty vinte puna ime, kur tani themi që a keni fuqi të hani. Sepse ndryshon, sepse ka njerëz që janë me dieta dhe mesatare kur për llogaritë, domethënë ka një kosto të përballueshme për hotelin. Nuk po them sepse ne që punojmë all inclusive nuk është se kanë një fitim të madh, domethënë, por unë jam i kënaqur se për shkak të numrit të turistëve që përpunojnë ditë dhe ngelet domethënë një më thaj kur isha në majë të tanve, 1 euro të më ngeli për të jam i kënaqur se bëj 2.000 euro në fund. Kjo është domethënë që fund të ditës. Kjo filozofi kjo është filozofia dhe funksionon shumë mirë, domethënë shqyr që e morën përsipër këtë punë sepse unë për fatin tim mirë isha nga hotelet e para që e mora, janë dhe certifikuar për këtë që mora shërbimin all inclusive, sepse e kishim mëngjes, darkë, mëngjes, drek, po all inclusive asnjëherë s'kishte guxuar dhe unë guxova dhe është dhe me fat, domethënë që më funksionoi shumë mirë. Tani mendoj që njoh shumë mirë dhe mendoj që Fafa është në lider në pjesën e shërbimit all inclusive. Në fakt ke drejt kur thua që më tepër më njohin jashtë se sa brenda, sepse e vërteta është që duhet të vish ata gërvishësh Fafën që të marrën rreth se çfarë bëhet. Duhet të vish aty brenda që ta shikosh, sepse është me të vërtet një industri dhe mua më bëj qefi, unë në maj pash italian që ishin atë. Domethënë që në maj kishim filluar perëndimor, turistë perëndimor. Shon, sporadik janë, domethënë se thash unë kam 270 punojës, domethënë 270 punojës i bie që ti jenë 300 veta në hotel është gjë e madhe, domethënë në një kohë që ti ke aq po aq ke edhe punojës. Tash nga nxori qeveria një VKM që okupanca për 6 muaj të jetë 65% dhe për pikun dhe 30% jashtë sezonit. Dhe unë i thash dhe njerëzit qeverisë, i thash, o zotëri, nuk është e pamundur, e vetmja mënyrë për të fituar jashtë sezonit turistik është ta mbyllësh në fund shtatorit e ta hapësh fillim të majit. Domethënë që dalësh 0-0 dhe ti ke fituar. Ndryshe po e hape, ke shpenzime pa fund, sepse nuk ke mundësi të rikuperosh. Jo, po megjithatë, unë e kisha këtu që pash turist italian tek ty. Po ka të gjitha, por nuk e përballojnë, patjetër në vim perëndimor ke të gjithë, ti ke unë vitin këtë vit domethënë erdhën spanjoll, izraelit që s'kishin ardhur, domethënë ishin shkutur ca kohë, izraelit, gjerman kanë ardhur pafund, ka një interes të jashtëzakonshëm nga kompanitë gjermane për bregdetin e golemit e Durrësit, që nuk vitin tjetër do kemi francezë të pranishëm në për hotelet tona me kontrata garancie, domethënë që nuk diskutohet që do vinë, sepse nëse vin allo, domethënë që po erdha pagoj, po se erdha pagoj ashtu gjën sa duash, por me kontrata garancie do vinë francezët.
janë negociata me anglezët. Gjetu është, domethënë, shumë interesuar. Ata janë i marrin çik më shtruar, domethënë, po erdhën, ngulen këtu dhe thonë, do të jemi ne të parë edhe në numër dhe në të gjitha. Dhe prandaj them që a do bëjmë ne, a do jemi ne në gjendje, domethënë, që të rrisim shërbimet ato që diskutojmë bashkë, domethënë që me këta punojës të pa trajnuar ne nuk kemi gjë, duhet patjetër që të gjejmë një formulë që punojësit i kemi të gjithë gjatë vitit. Kamarier mos konsiderohet një punë provizore, të aprovoj edhe këtë gjë dhe unë do iki, të jenë profesionistë ashtu siç janë në të gjithë botën. Njerëzit krijojnë familje, të ushqehen me punë në hoteleri dhe jo punë 3 mujore, 4 mujore, 6 mujore, po 1 vjeçare, do ta bëjmë patjetër këtë gjë. Duhet të gjejmë një formulë se s'bën. Sa po macike këtë problemin e qeverisë, që the do t'ju taksoj për gjithë vitin, si është ndihma e qeverisë në këtë drejtim? Ndihma e qeverisë ne tani Se shikoj dhe qeveria sa ti si funksionon, nuk duhet ja kop dikush, Po patjetër, po sepse është bërë strategjia e turizmit 2030, domethënë, dhe këtu është parashikuar të këtë strategji që u miratua para ca ditësh do më kaloi, dhe besoj se shumë shpejt do implementohet. Nuk e di, inshallah kemi fatin jo në 2030, po kemi 2025, 26, 27, 28, ose lënë fund 30-të, dhe aty 6 muaj do t'i paguaj sigurimin shoqëror shëndetësor dhe pagën hoteli, pronari hotelit, dhe 6 muaj të tjera sigurimin shoqëror dhe një pagë minimale, me që është biznes sezonal, do t'i pagoj shteti, kështu që është e vetmja mënyrë për t'i mbajtur lidhur dhe mos kemi punonjës sezonal, po t'i kemi gjithë vjetor. Është e vetmja mënyrë ne do luftojmë fort të dyja palë, dhe qeveria dhe ne që të kemi punë, sepse kjo punë funksionon edhe me bonus, shumë do të me gjithë kompani gjermane, franceze, pensionistë që të vinë jashtë sezonit, italianë të vinë jashtë sezonit turistik, e thon? Mirë ke marrë? Mirë. Ta ka dëgjuar këshillën apo? Me kryeministrin dhe para një muaj para zgjedhjeve, domethënë diskutuam edhe këtë që po diskutuam edhe për punën atë akti normativ të 60% dhe 30%, edhe ra dakord dhe tha që do bëhet me monitorim, domethënë nëse s'keni punë, ju s'keni çfarë të pagoni, thonë. Po. Domethënë ishte gjë që e pranoi dhe strategjinë e turizmit 2030 po këtë e diskutuam domethënë kur ishte. Si është kjo puna e 60% dhe 30%? Mbushja e hotelit nga maj, 6 muaj, domethënë okupanca e hotelit jetë 65% e mbushur hoteli, që edhe diskutohet, domethënë diskutim se do të jetë nga maj deri fillim tetorit, domethënë do të jetë 65% okupancë, domethënë të taton shteti për 65%. Kurse 6 mujori tjetër 30%. Kjo është e pamundur, sepse nuk ka, unë kam 1000 dhoma, të kem 300 dhoma të mbushura gjatë gjithë 6 sezonit, do jetë krye vepër fare, unë një fundjavë me zi vinë domethënë 100-200 persona. E thonë që është e pamundur, por do gjende u vendosë domethënë që do ishte me monitorim, domethënë nëse ti unë kam shumë dëshirë që të jetë 30%, por do deklaroj aty